duke mbartur një natë Yasemini. Njerëz të bukur që takoj gjatë rrugtimit tim në botën e real estate më frymëzojnë gjithmonë me historitë e tyre të veçanta, të larmishme dhe plot ndjenjë. Disa muaj më parë, vlefësit erdhën me këtë tavolinë, plot me ëndra dhe shpresa për një shtëpi të re. Kurse pikërisht sot, ata erdhën përsëri në të njëjtën tavolinë, me zemrën plot nga gëzimi dhe me duar të mbushura plot, me byrek dhe kek të bëra shtëpi dhe me verë. Një festim ky kaq i bukur. Me të njëjtin dashuri dhe pasion, ata nisën rrugëtimin e tyre shumë vite më parë, në një mbrëmje të ngrohtë që vinte era Yasemin. Dhe ashtu siç Yasemini çoi lulet e veta të bukura, ata u plotësuan me një familje të mrekullueshme dhe me një shtëpi të re e të bukur. Ky është rrugëtimi i jetës së tyre. Një rrugëtim që nisi me dy të rinj energjik, plot pasion dhe ëndra. Dhe sot, në këtë natë të ngrohtë, Yasemini përsëri fryn aromën e vet si një kujtim i bukur i dashurisë së tyre. Shumë faleminderit që më bët pjesë e këtij rrugtimi kaq të bukur, sepse real estate nuk është vetëm rreth shtëpive, po është më tepër rreth njerëzve dhe ëndrave të tyre. Jam Albona Lavdari me Coldwell Bank Realty 978 729 8078. Ju faleminderit.